Rastet e zjarreve në zonat e mbrojtura të qarkut të Shkodrës gjatë verës së këtij viti kanë shënuar ulje krahasuar me vitet e mëparshme, por pavarësisht kësaj, dëmet e shkaktuara ndër vite në masivet pyjore vijojnë të mbeten serioze. Rehabilitimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara është tashmë një nga objektivat kryesore të administratës së zonave të mbrojtura në qarkun e Shkodrës. Hym në periudhën ku do realizohen puzimet ndryshme, normalisht në sipërfaqe degraduara apo sipërfaqet që në vitet e kaluara janë djegur. Në pjesa më e madhe e parkut të Alpeve para 2 vitesh nuk ka qenë zonë mbrojtër, tani është një zonë mbrojtër, por normalisht ka një trashëgimi e cila na obligon edhe ne që ato sipërfaqe të degraduara të rehabilitohen nëpërmjet pullëzimeve apo punimeve të tjera. Ndërhyrja e ADZM-s për pyllëzimin do të përfshijë si zonat malore, ashtu edhe territoret bregdetare, ku ndikimi i zjarreve dhe faktorëve natyror është më i dukshëm. Duke parë parasysh zonat e reja, Luginin e Shalës si park natyror apo parkun e Alpeve apo në Velipoj, sepse Velipoja normalisht ka një presion të jashtëzakonshëm për unë e verës, edhe përrjedhoi ka situata të zjarre apo djegje sepse të caktuara. Mendohet që ndërhyrjet do jenë në Alpe edhe në zonën e Velipojës. Vetëm në territorin e Bashkisë së Shkodrës janë mbi 1000 hektar sipërfaqe që kërkojnë mbjellje të reja, pas dëmtimeve të shkaktuara nga zjarret e përsëritura gjatë viteve të fundit, prerjeve të paligjshme të drurve dhe proceseve të erozionit që përkeqësojnë gjendjen e ekosistemit pyjor.